Mirë se erdhët të dashur ujorë, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe të dashur ujorë. Këtë javë vjen me kjo javë vjen me një energji që ka të bëjë me vlera, besnikëri, sinqeritet, dhe herëfën tregon se ti nuk do më lojra, paqartësi apo gjysmë lidhje. Ti do diçka të qëndrueshme, të ndershme dhe të vërtet. Dhe brenda teje ka një ndjenjë që po të rri në buzë. Nuk dua marrëdhënie që kërkojnë supozime, dua qartësi. Për çfarë do që të jetë, nuk do thot patjetër me një person, por me gjëra tjera. Mbretëresha e ujit tregon anën tënde të ndjeshme që zakonisht ujorët nuk e tregojnë. Ke ndjenja për i ruan, ke kujdes për nuk e shpreh, derisa të jesh absolutisht i sigurt. Dikush nuk e kupton se sa shumë të intereson, sepse ti dukesh shumë e kontrolluar apo i kontrolluar dhe i qetë. Prandaj, ndoshta është pakës për të hapur anën tënde të ndjeshme e kërkon kjo letër, mesazh për ju të dashur. Dhe faqe e ujit, që është kjo tjetra, një komunikim i ri, dhe që mund të jetë një mënyrë e re komunikimit, një afrim ose një sinjal i butë emocional, ku mund të jetë një mesazh, një rikthim, një hap flirtimi, ose një fillim krejt i ri të dashur ujor. Por kjo letër thot, mos e injoro, jepi një shans të shfaqet pa analizuar çdo detaj. Absolutisht, çdo gjë e re ka nevojë për një shansa, apo për një mundësi të dytë. Mund të jetë një person nga e kaluara, por mund të jetë komplet diçka e re, varet se çfarë jeni duke preferuar të dashur. Dhe 10 ujë, që është letër e shkëlqyer, letra e lumturisë emocionale, lidhjes së vërtet, harmonisë dhe stabilitetit. Kjo është fundi i këtij rrëfimi. Ajo që nis me sinqeritet, komunikim, ka potencial të bëhet reale dhe e fortë. Siç thashë, duke u shprehur, të mos të supozojnë njerëzit çfarë ndjen dhe çfarë si ndihesh, Nuk po flasim për marrëdhënie të shpejta, po flasim për diçka që mund të zgjasë, por vetëm nëse nuk flet me gjysmë fjalë, apo të ipesh me gjysmë. Kjo që nuk do të thot patjetër vetëm për nga ana juaj, por dhe personit tjetër. Do thot all in. Është një dashuri, është më shumë se përsosshmëria, të them ashtu kjo letër. Absolutisht shumë e bukur. Pra, mos i mbaj emocionet mbrënda të dashur ujor. Sepse ke frikë ndoshta të dukesh vulnerabël, e lirë apo e qasshme. Foli gjëra thjesht, kjo më pëlqen, kjo jo. Jepi hapësirë dikujt të tregoj qëllimin, por mos e bëj test, bëje komunikim. Dikush është më i afërt emocionalisht me ty se sa mendon. Thjesht po pret të mos e bësh ti gjithçka pa shprehje, apo po pret dhe ti me një farë mënyrë të hapesh që të mund të bëj hapin e duhur. Nëse është në lidhje, nëse jo, atëherë në diçka të futeni vërtet, të tregoni interes, nëse dëshironi t'ju lexojnë të paktet nga fjalët që thoni, apo nga veprat që bëni. Mos i mbani për vete, nuk është koha tani.